Ish banori Big Brother Gimbo ka ndarë me publikun detaje nga ditët e tij të para pas përfundimit të rrugtimit në reality show. Ai është ndalur te një zhvillim mjaft i rëndësishëm për të jashtë kamerave, takimi me familjarët e Selinës, partneres së tij në lojë. Gimbo zbuloi se pritja nga ana e familjes ka qenë tejet mikpritse dhe se ai ka arritur të krijojë një raport të afërt me ta, duke theksuar veçanërisht bisedën dhe vlerësimin që ka marrë nga babai i banores. Lidhur me këtë takim dhe mbresat e lëna, ai u shpreh saktësisht: "Kam biseduar me të gjithë familjarët e Selin, gëzoj respekt shumë të madh për ta, po ashtu edhe ata për mua. Më ka pëlqyer shumë vlerësimi i babait të Selin ndaj meje, edhe më pëlqen shumë që më ka parë me atë sy, që qëllimi im ndaj Selin nuk ka qenë asnjëherë i keq, as nuk është, as nuk ka për të qenë. Më ka pëlqyer shumë fjala të shohim si djalin ton. Edhe ku jam takuar me ata jam ndier sikur i njoh prej 100 vitesh, jam ndier shumë i afërt me ta." Përveç prindërve, ish banori zbuloi se ka gjetur një gjuhë të përbashkët edhe me vllain e Selinës, Onon, me të cilin ndan jo vetëm të njëjtën moshë, por edhe fushën profesionale. Onon e kam si shok, se jemi edhe e njëjta moshë, e kam edhe koleg. Kam folur me të shumë çiltër, është djalë Flori, shtoi Gimbo. Kujtojmë se marrëdhënia mes Gimbos dhe Selinës ishte një nga dinamikat më të ndjekura brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.